Një tjetër grup që trafikonte makina të vjedhura në Shqipëri është goditur nga sektori antitrafiqeve në policinë e Tiranës. 2 persona janë shpallur në kërkim si autor të dyshuar për trafikimin e 2 mjeteve luksoze në vendin tonë. 2 mjete tip Audi të modeleve të fundit janë sekuestruar nga Blut, ku vlera atyre arrin në 105.000 euro. Njëra nga makinat rezulton e vjedhur në Gjermani ndërsa tjetra në Bullgari. Grupi hetimor ka dyshime se pas kësaj skeme fshihen dhe persona të tjerë, ndaj vijon puna për identifikimin e tyre. Sipas burimeve, makinat luksoze futeshin në pika të vogla kufitare toksore në vendin tonë, disa prej mjeteve modifikoheshin në Itali, por të tjerat në Shqipëri. Të njëjtat burime shtojnë se automjetet e vjedhura pasi vinin në Shqipëri, dërgoheshin në servise ku modifikohej numri shasis. Me pas këto mjete shiteshin tek personat e njohur të trafikanteve, ndërsa këta të fundit i rishistin në treg të qytetarë të ndryshëm me një çmim më të ulët se sa vlera reale. Një ditë më parë antitrafiqet goditën një tjetër grup që përdornin të njëjtën skem, ku u shpallën 2 persona në kërkim, ndërkohë sekuestruan 2 mjete të tjera me vlerë afro 110.000 euro.